Dikush e quajti takim historik, dikush tjetër fotografimin paralidhjes së Prizrenit të dy qeverive quajti folklorizëm, ndërsa të tjerë këtë takim e shikojnë si fillimin e integrimit kulturor të shqiptarëve. Të shtunën në emisionin Randevu debatohet për temën integrimi kulturor mbarkombëtar. Sa është i vështirë procesi i integrimit kulturor mbarkombëtar? Çfarë bëjnë qeveritë e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës për integrimin kulturor të shqiptarëve të Maqedonisë, Malit të Zi dhe Luginës së Preshevës? A ka një strategji në këtë aspekt? Cila është detyra e shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive të Kosovës dhe Shqipërisë për integrim në gjirin kulturor mbarkombëtar? Të shtunën në orën 16:10 në Randevu me gazetarin Korab Lecaj.